Përshëndetje, na ndodh shpesh në realitetin shqiptar që të rinjt përballen me presionin për t'u larguar nga Shqipëria si opsioni më i mirë për të realizuar karrierën dhe potencialin e tyre. Megjithatë, në rrjetin Erasmus Tirana, përmes historive të 6 vajzave, të cilat kanë jetuar nga Kina deri në SBA, sjellim historitë e vërteta se si është të jetosh në një realitet tjetër, përshtatja, rikthimi dhe arritja e potencialit në mënyra të ndryshme. Kjo fushatë realizohet me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian përmes programit Reporting Diversity Network. Sot e nisim fushatën me historinë e Mikela Gjapi, avokate, e cila ka jetuar për 5 vite në Stamboll. Mirë se erdhe, Mikela. Faleminderit, Lutiona, mirë se u gjeta. Si vendose që të studiosh në Turqi? Në fakt, ka ardhur shumë spontanisht. Në vitin e fundit në universitet, unë dhe mikesha ime vendosëm të bëjmë një udhëtim në Stamboll. Në ato kohë edhe motra ime ishte studente në Turqi dhe përmes një miku të përbashkët, duke na prezantuar më shumë rreth kulturës në Turqi, rreth jetës akademike, shpjegoi dhe rreth një programi i cili kishte të bënte me të drejtën e Bashkimit Evropian, një degë e cila më kishte pëlqyer shumë në fakt, kur kisha qenë studente e drejtësisë. Më pas, duke marrë më shumë informacion, programi ishte në gjuhën angleze, gjë që më favorizonte, pasi nuk dija as gjuhën turke. Ishte i themeluar nga Bashkimi Evropian brenda universitetit. Bëra pak më shumë kërkime rreth programit, pedagogët ishin shumë të mirë, ishin të shkolluar në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe kishin shumë informacione rreth të drejtës së BE-s. Dhe kjo ishte një spunto e vogël, le të themi, që mua më shtyu që të nisja të kërkim dhe të aplikoja në këtë program. Përpos pjesës akademike, cila ishte surpriza për sa i takon përshtatje sociale, domethënë 5 vite nuk janë pak, kështu që a krijove mirësi, a pati momente vetmie? Po, ka qenë një karusel emocionesh, le të themi. Surpriza e parë ishte që në Turqi nuk flisnin shumë anglisht, për hir të vërtetës. Përpos miqve që unë kisha në fakultet, në jetë të përditshme, le të themi që hasa pak vështirësi, pasi në momentin që unë drejtoja atë pyetjen e famshme që a mund të komunikojmë në anglisht, ato më kthenin direkt përgjigje në turqisht. Por kjo në një farë mënyrë më ndihmoi që unë të mësoja edhe gjuhën turke. Më pas, unë krijova një rrjet me studentë ndërkombëtar nga e gjithë bota, por edhe turq që flisnin shumë mirë anglisht, në fakt. Dhe ata më ndihmuan shumë. Kishte edhe studentë shqiptarë që më ndihmuan për sa i përket procesit të dokumentacionit, përshtatjes time, bën shumë më të thjeshtë. Dhe kjo e bëri jetesën time në Turqi më të bukur dhe të them të drejtën, nuk është se kam hasur momente vetmie, sepse jam ndjerë shumë mirë, jam ndjerë si në shtëpi dhe nuk kam pasur asnjë moment që të them që jam diskriminuar ose të kem hasur një problematik të caktuar. Pra i gjithë udhëtimi më pas ishte shumë smooth. Po, si ndikoi përvoja në formësimin tënd në pavarësinë, para se të ikje jetoje me prindrit, si ka qenë kjo pjesa e pavarësisë ekonomike? Po. Para se t'ikja, kam qenë një vajzë tipike shqiptare në Tiranë që jetonte me prindrit, që prindrit shqiptarë mundohen të ndihmojnë dhe t'i përgatisin gjithë gjërat për ty dhe mos të lënë që të lodhe shumë, ti vetëm studios, për pjesën tjetër merremi ne. Kështu që për mua ishte eksperienca ime e parë jashtë vendit vetëm, pa mbështetjen e prindërve. Në fillim ishte shumë e vështirë sepse i mësuar nga një jetesë familjare, pa pritma se gjen veten me vajza nga vende të ndryshme të botës, ti nuk njeh rreth kulturës së tyre dhe kjo ishte pak sfiduese, por më ndihmoi sepse më bëri më të pavarur, unë nisa edhe të punoj gjatë kohës që isha studente. Kështu që më ndihmoi pak edhe me pjesën e pavarësisë ekonomike, gjithashtu edhe më bëri që të kuptoj edhe më shumë se çfarë dua unë si Mikela që të bëj në jetë. Lejohet që studentët e huaj në Turqi, ose të paktën studentët shqiptar, të punojnë dhe sa orë? Po, lejohet që të punojnë 20 orë në javë. Kështu që kishim dhe fleksibilitetin, duke qenë që unë kam kryer studimet master në Turqi.